Gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 24 vatra zjarri të cilat janë shuar të gjithë. Këto vatra zjarri janë evidentuar në bashkitë e Vlorës, Vaut Dejës, Malësisë Madhe, Rogozhinës, Durrësit, Fierit, Kuçovës, Lezhës, Kulbinit dhe Hasit. Kryesisht zjarret kanë rënë në sipërfaqe me bimësi, ku si pasojë janë djegur rreth 9 hektar sipërfaqe me shkure dhe barishte, si dhe 200 rënjullinj në vatrën evidentuar në fshatin Frakull në bashkinë Fier. Në dy raste zjarret janë evidentuar në dy banesa, njëra në fshatin Zagor, bashkia Malësia Madhe dhe tjetra në një shtëpi të pabanuar në vendin e quajtur Mali Kolajt Velipoj. Si pasojë janë shkaktuar vetëm dëme materiale. Në të gjitha operacionet në rang vendi për shuarjen e zjarreve u angazhuan 32 automjete zjarrfikse dhe 223 forca operacionale. Për ditën e sotme, nga parashikimet e Institutit të Gjeoshkencave, pritet nivel rrezik i lartë në qarqet Lezhë, Durrës, Tiranë, Berat dhe Fier, ndërsa në qarqet e tjera pritet nivel rrezik i moderuar. I gjithë sistemi mbrojtjes civile është në ndjekje të situatës dhe në gatishmëri për të ofruar mbështetje të menjëhershme nëse do të jetë e nevojshme. Ftojmë qytetarët që në këto ditë me temperatura të larta dhe rrezik të shtuar për zjarre të tregojnë kujdes maksimal dhe përgjegjshmëri, të shmangin çdo veprim që mund të shkaktojë zjarr, si ndezja e zjarreve në ambiente të hapura, djegja e mbetjeve apo hedhja e objekteve të ndezshme në natyrë. Çdo rast zjarri duhet të njoftohet menjëherë pranë strukturave vendore. Bashkëpunimi i qytetarëve është vendimtar për mbrojtjen e jetës, pronës dhe natyrës.